Krerët më të lartë të shtetit shqiptar me rastin e festës së Fitër Bajramit kanë vizituar përfaqësuesit e komunitetit musliman dhe kanë uruar të gjithë besimtarët gëzuar Bajramin e Madh. Kryeministri Sali Berisha, pas vizitës së bashku me bashorten e tij në selinë e komunitetit musliman, ka uruar të gjithë muslimanët duke vlerësuar rëndësinë që ka kjo ditë. Ai u shpreh se ndodhemi sot këtu për të përulur ndaj të gjithë atyre grave dhe burrave, vajzave dhe djemve besimtarëve musliman, të cilët në një akt për kushtimin ndaj Zotit agjëruan muajin e madhërueshëm të Ramazanit, duke e kurorzuar sot në këtë ditë të bekuar. Vendimi i tyre për t'u përkushtuar dhe nderuar Zotin në këtë verë kaq të nxehtë, për të sakrifikuar dhe privuar veten nga pika e ujit, frymëzues për të gjithë njerëzit. Nuk ka përkushtim më e pror dhe më të parë se përkushtimi i njeriut ndaj Zotit. Ndaj dhe leturojmë sot gjithashtu të gjithë besimtarët e Zotit gëzuar këtë ditë, ditën e nderimit të sakrificës. Gjithçka ndërton njeriu nga vitet më të hershme të fëminisë dhe në vazhdim të gjitha mirësitë, të gjitha ëndrat që ai realizon, kanë në themel sakrificën e tij, sakrificën e familjes së tij, sakrificën e njerëzve të tij. Ndaj dhe nderimi për sakrificën është nderimi për arritjen, është nderimi për ndryshimin, është nderimi për të mirën dhe mirësinë. Kështu që edhe një herë leturojmë gëzuar, turojmë që Bajramin tjetër ta festojmë më mirë, ta festojmë më të begat, më të lirë, më të sigurt siç e meritojmë, gëzuar të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Edhe kryetaria e Kuvendit Jozefina Topalli në një prononcim për mediat uroi besimtarët musliman shqiptar brenda dhe jashtë vendit në Kosovë dhe Maqedoni festën e Fitër Bajramit. Në emër të Kuvendit të Shqipërisë dhe timin personal, përzemërsisht dëshiroj që t'ju uroj gëzuar dhe përshëndjet Fitër Bajramin. 4 javë që kaluan ishte koha ku secili sakrifikonte me devotshmërinë e vet, të thellë, me besim të madh, në mënyrë të veçantë duke i shërbyer atyre që janë më me pak fat se sa të tjerët. Në fakt, kjo është një ftesë, një mesazh për çdo qytetar shqiptar, të gjitha besimeve fetare, që çdo ditë, në çdo moment të mendojmë për ato që kanë më pak, që janë të smur dhe që janë më të marginalizuar. Sigurisht që kjo është një obligim për të gjithë qytetarët shqiptar, të gjitha feve, për t'i shërbyer njëri tjetrit kur ne kemi nevojë për ndihmën dhe mbështetjen e gjithë secilit. Edhe herë me zemër ju uroj gëzuar qytetarëve shqiptar, atyre që jetojnë në Shqipëri, atyre që janë në emigracion, atyre që janë në Kosovë, në Maqedoni dhe në të gjitha trojet shqiptare, duke besuar se gëzime më të mëdha, një jetë më të mirë, më të lirë, më mirë ekonomikisht dhe më të lumtur me njëri tjetrin do të jemi në të ardhmen, edhe gazetarëve të gjithë gëzuar. Selinë e komunitetit musliman në ditën e Bajramit të Madh kanë vizituar përfaqësues të politikës shqiptare, zëvendëshefi i ri misionit diplomatik Henry Jardin, si dhe përfaqësues të tjerë të trupit diplomatik.